meqense jemi televizja, është e qartë, megjithatë unë do ta bëj si pyetje, duke shpresuar që nuk ma keni djegur duke shtëruar gjithë përgjigjen, duket sikur vokacioneve dhe pasioneve tuaja të hershme, talenteve dhe aftësive tuaja të hershme u është shtuar dhe pasioni i lëvizjes dhe i blogut së fundmi fare. Tani, unë dua të kuptoj këtë gjë, apo e rivalizon Blendi Fevziu udhëtar dhe bloger, Blendi Fevziu gazetar klasik dhe shkrimtar siç e kemi njohur deri tani? Jo, nuk është kështu. Ju keni drejt nga një farë kuptimi, po duke e parë vetëm nga rrjetet sociale pra nga jashtë. Nëse ti do nëse ju do ishit më brendësi të jetës sime në kuptimin që do kishim qenë miq një kohë më të hershme, do kuptonit që udhëtimet kanë qenë një dimension i jetës time që shumë herët. Që atëherë kur udhëtimet nuk lejoheshin në një farë kuptimi dhe vijon pastaj deri kur lejohet. Domethënë ju keni lëvizur jashtë edhe kur ishte ndaluar? Jo, po të them gjë tjetër. Po të them që udhëtimet ishin një dimension i rëndësishëm dhe pse do ta shpjegoj tani. Në shtëpinë time kishte një larus të vjetër vitit 1925 që unë kam restauruar në bibliotekën kombëtare dhe e mbaj mbi tavolinën në dhomën e ndenjës, tavolinë e madhe. Ky larus ishte një atlas gjeografik në fakt i shtëpisë botuese Larus në Francë i vitit 1925. I botuar 25-ën, por publikimet e tij, pra fotografitë, artikujt fillonin që prej vitit 1911. Ky Larus u bë pjesa ndoshta më tërësore e jetës time dhe unë nuk udhtoja dot në hapësirë, po udhtoja brenda faqeve të këtij atlasi. Dhe fillova të lexoja natyrisht me atë frëngjishte që kisha në atë kohë, në fillim i lexonte stërgjyshje që dinte frëngjisht, pastaj fillova të lexoja fillova të lexoja për kulturat, për vendet. Ki parasysh që ishte një libër i shkëlqyer, nëse ju e tregoj sot do befasoheni, i shoqëruar me ilustrime të mëdha, pra kishte shumë fotografi dhe tekst. Dhe u fillova të lexoja edhe vendet të cilat sot nuk ekzistojnë më, që atëherë ishin pjesë e hartës botës. Dhe fillova të kisha një imazh. Problemi ishte që kur unë fillova të udhtoja dhe shkoja në ato vendet që i kisha lexuar, nuk kishte më përputhje mes historisë së Larusit me përjashtim të monumenteve historike që nuk prishen me realitetin atje. Sepse historia politike unë isha kthyer në një vend të cilin në kokën time e kisha 100 vjet të vjetër, pra të para 100 vjet. Është njësoj si të kthesh në Shqipërinë e Zogut, një njeri sot që ka lexuar për mbretërinë shqiptare ose vitet e para të mbretërisë shqiptare ose kohën e luftës parë botërore dhe të mos gjej asgjë kur zbret në Tiranë. Kështu që në një farë mënyre, pra udhëtimet tuaja të para ishin në imagjinat. Ishin udhëtime, po në një imagjinat të diçkaje që nuk ekzistonte më, që ishte e fikur, kupton? Domethënë, si do të shpjegoj unë ty që udhëtimi im i parë në Afrikë dhe pastaj mundosha të tregoj ishte në Kenya, Uganda, Tanganyika, hiq Egjiptin. Kenya në Tanganyika. Tanganyika nuk ekziston më. Dhe unë shija një grupim që thoshte Kenya, Uganda, Tanganyika, që ishte praktikisht Tanzania e sotme, pra ata u Tanganyika quaj, po pastaj quhet Tanzania nga bashkimi i Tanganyikës me Zanzibarin. Dhe ky vend nuk ekziston më. Domethënë unë lexoja për Rodezin, po ti shkon dhe nuk e gjen ku është. Zimbabwe e sotme. Domethënë ti fillon dhe kupton që lëviz në për vende ti lëviz në për voltën e sipërme që nuk ekziston më. Pra ti kishe një memorie të një vendi. Megjithatë kjo më futi mua brenda magjisë udhëtimeve dhe ma zvogloi globin. Domethënë kjo më tregoi që globi ishte shumë i vogël, sepse edhe nëse më pyesje mua për Zelandën e Re, unë e kisha lexuar në atë atlas. Pra harta ishte brenda kokës time dhe pastaj kam filluar të lëviz që shumë herët. Domethënë sot tash janë më të dukshme, po që në vitin 91 çdo mundësi që kisha për udhëtime në atë kohë nuk kishim as mundësi financiare asgjë. Ama isha një gjuetar i shkëlqyer i ftesave që vinin nga konferenca dhe takime për të gjetur. E kemi përdorur shpesh edhe ne këtë gjë. Po, në atë kohë ishim shumë të pamundur për të udhëtuar sepse nuk kishe vizë, duhet vinte nga një ftesë. Biletat ishin të shtrenjta? Biletat ishin të paarritshme, të shtrenjta. Për nivelin ekonomik të asaj. Rroga ime në atë kohë sapo fillova punë ishte $10. Bileta më e thjeshtë ishte $250, $300. Domethënë mua më duhej të punoja afërsisht 3 vjet për të paguar vetëm një biletë dhe asgjë tjetër. Kurse tani është bërë më e thjeshtë dhe përpara se të shkojmë tek hapësira e parë muzikore, do doja në fakt ju bëja një pyetje që besoj do i shërbente gjithë secilit prej këtyre njerëzve që janë të interesuar për të vizituar vende të reja, po që e kanë më dyshje dhe kanë dyshimet e tyre lidhur me çmimet. A është e vërtet që mund të udhtosh edhe pa shpenzuar shumë para? Pra, duke gjetur udhëtimi është vetëm një gjë që si çdo gjë, domethënë pjesën e jetës njeriu mund të bëhet. Ti mund të jetosh edhe me shumë pak lek, edhe me jashtëzakonisht shumë lek, varet nga cilësia. Dhe çështja e udhëtimit është këtu. Por unë insistoj që cilësia lidhet vetëm me pjesën materiale të udhëtimit, po jo me pjesën emocionale të udhëtimit. Madje mund të them në librin Hiri Vulkanit, unë kam shpjeguar.
zakonisht botës ti I kthesh 3 herë, flas një udhëtar, se ka njerëz që udhtojnë dhe si u thot gjë udhtimi. Herën e parë unë kam udhëtuar kur s'kam pasur asnjë gjë. Domethënë nuk kam për ta harruar udhëtimin tim parë në Paris, isha I ftuar në Strasburg në Këshillin e Europës, ata na dhanë një dietë që ishte shumë e mirë. I kurseva lekët e dietës dhe bleva një bilet treni për në Paris, pra Strasburg, Paris e kthim, dhe do rria në Paris 3 net. Pjeta në një hostel, që kushtonte në atë kohë mbaj mend $15, dhe kisha llogaritur lekët që të haja një sanduiç në drek dhe një sanduiç me patate në darkë dhe 2 shishe ujë. Do më thënë, kjo ishte e gjitha, po ndërkohë kisha harruar të llogarisja lekët për metron, se nuk e dija që duhet ishte. Duke harruar lekët për metron, mora një hartë Parisit dhe gjithë Parisin e bëra në këmbë. Të garantoj që kur në jetën time, sa herë jam kthyer në Paris, kthehem 2 apo 3 herë në vit, nuk e kam shëtitur më Parisin si atëherë që nuk kisha. Aq shumë lodhesha sa ulesha, edhe mundohesha të mbaja të shishen e ujit, sepse kisha ose fillova të zbuloja që mos shpenzoja për 2 shishet e ujit, çesmat pariziane që ishin aty këtu dhe që kishin qenë antike, ata I mbanin akoma, por që ishin me ujë të pishëm. Dhe ishte një stil tjetër jete. Pastaj I kthehesh në një moment tjetër kur ti je dhe mund t'i kthehesh, nëse e ke mundsinë, edhe kur je më mirë ekonomikisht. Jeni rikthyer ju? Jam rikthyer, por kur je më mirë ekonomikisht është më boring. Është një gjë më, është shumë me kontent, ti shkon në hotel, lëviz me një makinë apo me një gjë. Natyrisht kur eksploron, kur ke dhe etjen për të eksploruar momentet e para është më e thjeshtë.